Shtabi Qëndërkamës, frutikultur e gjithë kjo zona, të ndarë sipas organizatave, që she kemi një raport të barabartë, gra, burra, vajza, djem. Ulin. Të prende në datën 11 kemi hapjen me gratë, kështu që këtu kemi shumë gratë të vajza. Kryetar nga 2400 antar, që ka Kamza, 1200 janë gra, po të them që shumica prej tyre janë më aktive se pjesa tjetër, e ke parë vetë në përtakime, nga këta 700 janë të ri, djem dhe vajza. Organizata socialiste në Kamës është rinovuar tërësisht, edhe merita është e të gjithëve këtu, koordinatorëve. Ne në takimet me gra kemi jo vetëm gjithmonë shumë prezencë, po kemi edhe shumë energji, edhe shumë entuziazëm këtu për të gjitha arsyet, edhe për shkak të riorganizimit që i është bërë Partia Socialiste këtu, por edhe për shkak të punëve të mira që janë bërë, si nga pushteti lokal, ashtu dhe nga qeveria, investimet në këtë zonë, në qendër Kamës, në frutikulturë, në Valias, po për shkak të rindërtimit, e gjitha njësitë e tjera, në Bathore, në Paskuqan, e kudo tjetër. Kemi këtu edhe kandidatët, për shkak se janë të rinë në moshë, përveç Halilit, që na ngre pak moshën mesatare, po shumë i afërt me komunitetin Bathore, vajzat, si Sofika, si Casey, shumë aktive, bashkë me Linditën në të gjitha njësitë, edhe me Halilin në përtakime. Këtu është Ergi, është Genta, që janë bashkëkryetarët në njësinë e Qendrëkamës. Mund të thonë dy fjalë për organizimin këtu. Tani kemi vazhdu punën me përfundimin e censusit total të zonës dhe është bërë evidentimi i të gjithë votuesve shtëpi në shtëpi e derë në derë. Dhe për momentin po vijojmë me pjesën e diasporës, po bëhet trajnimi i gjithë strukturës që të trajnojnë votuesit në distancë për pjesën e votimit të diasporës, që mos kemi dhe probleme dhe firo gjatë rrugës. Puna ka viju në vazhdimsi me gjithë strukturat dhe jemi grup i mirë dhe kemi viju me gjitha procedurat e total të gjithë strukturës punës. Nga një grup shumë i mirë, kryeministër, të rinj dhe të reja, gra dhe vajza, dhe themi që në risi këtu në Kamës është që kemi organizata ku djemt dhe burrat janë në minorancë, ka shumë gra dhe edhe në Kamës. Ka shumë gra dhe vajza, po, dhe kudo, edhe në Bathore, edhe në Paskuqan, edhe në Babru, edhe në Valias, është tipar ky për Kamësën që prezenca e shumë grave dhe vajzave. Këtu kemi kryetaren e forumit gruas, shumë aktive, ka bërë mësuese në detyrë, po ka bërë shumë aktive. Një takim me gratë në Kamës në vete e bëjmë ne? Absolutisht po. Të preku liçenit, normalisht mbështetja e zakonshme që po bëhet investita në përfundim, madje amfiteatri, ambjente sportive, më një goxha investim. Unë them drejtën, e pa në këta, kur zbrita aty, të kej trotuari dhe pash, thash ku jam këtu dhe që ku mësodhen, po ishte, jo, kjo pjesa këtej që ka rujt rijen e ndërtimit më brënda dhe me gjitha dhe trotuarin, ajo ishte spektakolar, edhe drita gjitha, u thash ku jam këtu. Kudo, Kamza City. Në çdo zonë janë bërë rruga, infrastruktura rrugore, trotuare, ndriçim. Jo, realisht, edhe po më thoshte Rakivi që janë rritë edhe çmimet e apartamenteve. Sharta 10. Tu jemi ne për momentin, komplet pallatit deri në fund, edhe fusha këtu. Se kjo është
besoj 3 vjet parë. Gjithë Do territori, rruga nevi këtu, dhe cila është rruga që kaluam? Kjo. Nga këtu deri poshtë për vetëm kollon. edhe me qësë është sa për informacion, 3 vjet përpara është? fusha, sa për informacion që se prekrimit, fusha këtu tani, në kodin fillon investimi, dhe të parkim në toksor, 4.000 m2, dhe të park lartë 13.000 m2, dhe të bashkia simboli qytetit në Breza. White House i Kamzës. Dhe stadiumi fillon në Valias. Faleminderit për kontributin që i kemi dhënë qytetit tonë. Her pas bashkë me zonjën Lindita dhe gjithashtu edhe tashmë edhe zonjën Elisa, unë jam lindur dhe rritur në Kamës, por duke i parë që Kamza, siç ka qenë më përpara, unë isha detyruar të shkoj të jetoj në Tiranë. Tashmë rikthehemi sërish duke parë që me ndriçim, infrastrukturë, kopshte, çerdhet, nuk mungon asnjë gjë. Jemi kthyer sërish në vendin tonë dhe jemi shumë të kënaqur me punën. Punë në qendrën ku mbështes, kam edhe i biznesin tim. Ne ishim të detyruar të punojmë deri në orën 4 sepse as nuk ishte rrugë për të kaluar, ishte shumë vështirë natën, plus edhe ndriçimi ishte pak vështirë, tashmë me anë të ndriçimit, me anë të rrugëve të asfaltuara, kështu japi mundësi qytetit që normalisht më shumë të arsimohen, nesër pas nesër të kemi një Kamës me më shumë nxënës të qytetëruar, me shumë nxënës të arsimuar, dhe unë përgëzoj kryetarin gjithashtu bashkë me mbështetjen e juaj që jepni qytetit tonë. Faleminderit. Në fakt në çdo takim që bëjmë, kudo, në çdo njësi, shkojmë ballë lart. Unë mbaj mend 2020-ën, 2021-shin kur kanë qenë kalu, por nuk ka krahasim fare. Të vjetër të Kamës të lindur këtu. Për këtë arsye kemi vendosur dhe këtë hartën e vjetër këtu, që edhe grupit motivohet kur e shikon si ka qenë aty, dhe do dalësh në terren dhe çosh pallatet e rikonstruktuara, kopshtet të ndërtuara, shkolla. Kamza ka qenë vetëm një bashki që s'ka pasur çerdhe shtetërore. Do të thonë që është çmenduar ta mendosh në këtë. Ai kokë që ka qenë ajo patrek. Kopës ishte të merë. Me pak fjalë të nisi sepse mos dalim nga pjesa më mbështetja i motivon çdo vajzë, çdo grua, jo thjesht për të punuar dhe për të votuar me datën 10, por e shoh dhe si mision, si detyrim, edhe familjar, sepse mundësia për të shkuar drejt familjes së madhe europiane, o e bën Partia Socialiste me Tiranën ose ajo nuk ka vizor. Kështu që nga Kamza do kemi një rezultat surpriz, jo vetëm thjesht të objektiva që janë rënë për lindet mojnë, por do kemi surprizë, të kalëm bërë një surprizës, edhe 3 kandidatet, si që ta dhe kryetar Hadidin, Pesin dhe Sofikën, mandë këto po bëjnë një punë shumë të mirë në kontakt me njerëzit, gjatë gjithë ditës. Ne që jemi rritur në Kamës dhe shohim ndryshimin si nata me ditën dhe të jemi shumë vlerësues ju për mbështetjen që na keni dhënë dhe sigurisht patjetër dhe kryetarit për gjithë punën që ka arritur të realizojë. Po e dim që gjithë punët e mira që janë bërë në bashkinë tonë kanë pasur një mbështetje shumë të madhe nga qeveria, kështu që shumë faleminderit. Kamza do t'jap mesazh Shqipërisë që ka djemë dhe vajza, ka burra dhe gra që dinë si votojnë, dinë për si votojnë, dhe rezultati, por të edhe me datë dimet më mirë dhe të shumë surprizë. Në 2021-shin kanë qenë më mirë se të gjitha herët e tjera. Dhe 2021-shin ata nuk arrin më. Kjo është pak po e sigurt, nuk kanë asnjë shans të arrijnë 2021-shin. Ndërkohë që ne kemi gjitha arsyet të jemi më mirë se 2021-shin. Po ne na duhet që të nxjerrim maksimumin ton, sepse ajo që ne na nevojitës është të kemi një shumicë shumë solide për të vazhduar këto punë që kemi edhe për të vazhduar këtë procesin e negociatave pa luhatje fare. Kjo është kryesorja. Edhe nuk kjo teoria që s'ka ndonjë problem, kjo është një çmenduri, se ka shumë problem. Ka shumë problem. Dhe reputacioni i vendit është në nivelin më të lartë që ka qenë ndonjëherë, por lidhet edhe me reputacionin e qeverisë. Qeveria jonë ka reputacion. Ky është fakt. Edhe të gjithë
institucionet që punojnë me ne, vetëm Bashkimi Evropian dhe të tjerë, na respektojnë maksimalisht, të paktën në kujtesën time si asnjëherë. Çështja është që ne nuk mund të lozim me këtë, se edhe sikur të kishim të bënim me forca që janë të panjohura, koha për të ndërtuar reputacionin është mjaftueshmërisht e gjatë që ti të humbësh trenin. Ndërkohë që forcat që ne kemi përballë janë shumë të njohura për të gjithë. Faktikisht janë forca të diskredituara fare, komplet. Domethënë ta parafiturosh për një moment bufin që shfaqet si pag jashtë kufive të Shqipërisë është e paimagjinueshme për si e shohin të tjerët. Ne besoj që kemi një skuadër shumë mirë, skuadër më të mirë që kemi pas ndonjëherë pa diskutim. Skuadër më të re që kemi pas ndonjëherë pa diskutim. Është skuadra më e re në fushë, se ka shumë mundësi të zgjedhësh edhe shumicat e mundësi janë të ri, por ka dhe eksperiencën brenda që se kanë tjerët. Ndërkohë që ata që thonë jemi parti e re, jemi parti të re, ato shansin më të madhe e kanë të nxjerrin 2-3 kokra, po që çfarë do bëjnë as gjyqtar. Kështu që betejë është midis nesh dhe Kënetës në fund të ditës. Duhet vërtet të javë një goditje shumë domethënëse. E kemi gjitha mundësitë. Duhet ne në Kamës ne kemi arritur të bëjmë diçka të jashtëzakonshme për shkak pa diskutim në radhë parë të leadershipit të Rakipit, se mund duhesh të bësh. Ne nuk është se kemi mbështet Kamzën në mënyrë ekskluzive, ne kemi mbështet plot bashki, po jo kudro kemi pas njëjtin rezultat, sepse ka të bëj shumë leadershipi, ka të bëj shumë vizioni, se duket si gjë kështu e lehtë ose e përgjithshme, po është vizioni i të përditshëm, se nuk është thjesht vizioni që dua ta bëj Kamzën kështu, është e përditshmja. Edhe Rakipi është shumë i skrupuloz dhe shumë manjak për detajet, dhe kjo është gjëja që bën diferencën, detajet bën diferencën. Po në Kamës u bëra hit me atë kërcimin e liçit. Ajo ishte, po s'ishte vallë, ajo ishte lëvizje trupi. Ju bën Kamës. Lëvizje trupi, po aty filloi fitoria. Me tit vulkanin. Por e shiko se kemi hapjen, kemi në datën 11 me gratë, që kemi në të gjithë Shqipërinë, në të gjithë në kohë, dhe kemi pastaj në datën 12 kemi të Sheri Skënderbej. Tani, juve si Kamës, ju takon, duhet sillni një gjë artistike. Mendoni, një gjë artistike. Realisht Kamza është pasqyrë ndryshimit të madh. Të shtoj dy fjalë. Në 2018 kur ka ardhur kryetari. Të thuj, të shtoj, se për të thënë në fakt. Të shtoj. Kur ka ardhur kryetari Rakip Suli, sinqerisht nuk ka qenë ky organizim që ju shikoni sot. Ka qenë proces i gjatë, nuk kishte besim, me thënë drejtën. S'kishte besim që gjëja mund të ndryshonte. Aq më tepër që mund ta ndryshonim ne, pastaj ishin ato që thoshin jo, Edi Rama thotë kështu për ju, Edi Rama thotë ashtu për ju, Edi Rama tërci vërci. Edhe njësoj, si Kamza, megjithëse Kamzën e përdorëm si shembull në Shkodër, se Elisa këtë punë bo. Vjen sjell frymën e suksesit, dhe Elisa e merr suksesin, shkon në një vend tjetër, çon frymën, i thotë siç e bëm në Kamës do bëjmë në Shkodër, tak funksionon, tani ka shumë kavaj. Tani po them, tani mamen çfarë po them kur fitoj kavaj, mamen. Do i thosh shifni Kamzën, merrni frymë thellë, shifni Shkodrën, mbani frymën, dhe pastaj këtu nxirreni të tërë, ku të marrë numërimi. Kështu që merr frymë thellë dhe përgatitur bukur pas ne. Frymë pra frymë. E gjitha është frymë, jep frymë, merr frymë, lësho frymë, hap frymë, shpërnda frymë. E gjithat e fryma është. Të tjerat janë detaje. Mbas Kavajës ku do shkosh? Se më thotë mua, po pse më lëviz ti mua, po se fryma duhet lëviz, si çmundrinë e vet. Ikën fryma, ikën. Shko. Pse
s'tem lëvizti mua, po shko atje bëj një sukses të ri. Po me të rinj çfarë bëhet? Kush merret me të rinj? Ju merrni me të rinj aty? Përshëndetje. Unë jam koordinatore e rinis, Leona, dhe do t'jap pak një informacion të përgjithshëm lidhje me votuesve për të rinj për 2025. Kemi të ndarë në të gjithë bashkinë janë 4.499 votues të rinj. Këtu më pas janë të ndarë në lagje dhe në njësi administrative, ku lagja nëmër 1 ka 766, lagja nëmër 2 ka 1096 votues, pas Kuqani ka 1549 dhe Bathorja ka 1088. Jo, tani, po ju themi gjë, mos e nëmletësoni ti po them, se ndodhi diçka tjetër. Në momentin ku njerëzit i shohin ndryshimet, ambientohen në atë gjë, ju duket sikur kjo është gjëja aty. Aty ka qenë gjithmonë, kështu do jetë gjithmonë, bile fillojnë edhe të thonë që ose shiko se kur ka dhe më keq, njerëzit janë të prirur të jenë të latur. Kur thonë që ka dhe më mirë, aty fillojnë dhe bëhen më agresiv, bëhen më kërkues, bëhen dhe më indiferent, bëhen dhe më negligent. Se thonë ka më mirë më çfarë po na tregojnë se çfarë bën ekipi, atë nëse shikoj se kështu ka qenë këtu gjithmonë, se edhe memoria tjetër. Kështu që duhet punë, duhet këmbgulje. Kështu që kjo është ama një gjë është e sigurt që në gjithë Republikën tek ajo e diasporës ju keni qenë farët absolut. 98%. Dhe pothuajse të gjithë vullnetarët që janë deklaruar janë bërë me seriozitetin më të madh që në fillim. Pra nuk është se janë shkruar emrat për të thënë kemi këtë atë. Askund më shumë se në Kamës, fjala kanal, kënet, moçal, nuk lidhet me ta. Imagjinoje, nuk pranon votimin elektronik që ishte në Kamës, thjesht që mos dalë rezultati i parë të Shqipërisë se ditë që ka humbje të sigurt, dhe se pranon që ajo është bëni shpenzimin faturë ekonomike për të vlerë ato pajisje, dhe nuk pranuan më në KQZ. Ne kërkuam me ngulm që të ishte Kamza në numërim elektronik dhe nuk e pranuan. Jo kanë lënë, është Vora. 110. Po Kamza se pranuan sepse duket thjesht se del rezultati i parë, duket se mund humba dhe Kamza dhe pastaj kishte frikë dhe ishin gjithë Shqipërinë dhe duhej konsensus, edhe ata nuk pranuan për Kamzën thanë jo. Kemi të them diçka që nuk jo ministrin ishin. Po s'ka përgjegjë komisioner. Ja vështirë ka. Je shkret i bindur, sepse njerëzit janë të mençur, tani e dinë me për diferencën, ne duhet trokasim në çdo familje. Pse duhet votuar numri 5 Edi Rama në datën 11 maj? S'duhet mos jemi qenë, por çdo shtëpi këto 10 djembe, vajzave, grave, burrave që ne këto 30 ditë të bëjmë analizë të detajuar për çdo lagje, për çdo qendër votimi, për çdo individ. Faleminderit për pjesëmarrjen këtë orë. Kjo është jo motivim, por shumë motivim për gjithë ne, që jo dalim me fitore, por ta arrijmë rezultatin që kena marrë me kryetarin e Arkip Sudi, që të jetë rezultat jo siç ka qenë ndonjëherë në Bashkinë Kamës, por të jetë super rezultat. Me këto super skuadra që kemi qenë. Unë jam Kevin Sysa, i deleguari i dy qendrave 1571 dhe 1571 fraksioni. Kam një super ekip. Më përbërja më shumë femra se sa meshkuj. Do të them prapë. Prandaj ke sukses, ç'e kujtoj. Edhe unë kështu e kam qeverinë. Kemi vënë një objektiv ku kryetari na e ka përcaktuar. Jam shumë përshëndetje se dim që nuk është e lehtë, sepse është Bashkia e Kamës, po gjithë bashkë ne, siç është stafi, do të arrijmë së zvonë. Unë jam një sportiv si puna jote dhe unë ndeshjet i përgatis jo si është kundërshtar, po i përgatis me ekipin tim dhe nuk kujdesem fare se çfarë bën kundërshtari. Motivim, organizim dhe dalje në terren. Shpresoj të nxjerrim faqe bardhë dhe punët që ke vazhduar si kryeministër dhe si kryetar bashkie të vazhdojnë këtu, po të vazhdojnë shumë vite të tjera. Faleminderit. Jemi në terren kryeministër, këto janë familjet që janë kontaktuar, edhe 3 kandidatët po bëjnë punë shumë të mirë. Ju falenderoj shumë edhe sinqerisht me shumë respekt për ju, sepse puna flet vetë, edhe tani unë fola edhe kam shumë thjesht flas për ekipin, se nuk është i zoti se e kam mik, po e kam mik se është i zoti, kështu që e kam, por nga ana tjetër unë e di shumë mirë që këto punë nuk bëhen vetëm, edhe realisht nuk bëhen vetëm, kështu që një nga gjërat kryesore që përcaktojnë suksesin e një lideri është njerëzit që
arrin të vendos në punët që janë kyçe, por edhe vlerësimi që ju bën njerëzve që duket se janë në punë dytësore, tretësore, katërësore, që duken si parancishme, u gjitha bashkë krijojnë frymën dhe krijojnë skuadrën. Kështu që duket vetë kjo punë nuk jetë çatu ashtu shitë shkruaj. Pastaj gjithë tjerë shkëlqejnë nga atyre gjithë. Ja, shihin gjithë. Njëri më shkëlqim se tjetri. Janë tani çunat mos ju bëhet qefi se nuk jeni edhe ai të bukur, po nga që keni gjithë të gosat bukura e Hello, dukeni dhe ju të bukur, kështu që merrni nga shkëlqimi i tyre dhe mos ju rriten shumë veshët se po t'ju lejnë këto i çik më njanë, ndonjëherë bëheni si ky të gjithë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Po patjetër. Bëni një foto. Uluni, kështu uljo, ktheheni karikët andej. Ktheheni ulun e këtu. Hajde Rakip, hajde, Olimpida, hajde. Hajde na bëjmë një me të tallën e gjatë. Gas për mure? Për burë, nuk se për mërdorë. Hajde për një bashkë. Hajde kënjës. Si ka që në më bënë shumë atë kore. Hajde se më Janë pinjakët e pinjakët, ka marrë po të ja, janë pinjakët. Dyja pinjakët. Edhe i kemi model. A di pra një? Ja, di pra.